por eksperimenti dështoi me sukses. Dhe më duket sikur edhe me reformën drejtësi u dështua me sukses. Dhe me sa duket mbas këtij dështimi me sukses, le të themi, ose gjysmë dështimi me sukses, ose pa në një farë shpresë të madhe, duket se faktori ndërkombëtar ka vendosur që të qëndrojë në heshtje. Natyrisht që në protest ka pas përfaqësues të ambasadave të ndryshme, të cilat janë aty thjesht sepse raportojnë në ministritë përkatëse ngjarjet e zakonshme, pra ndërtojnë një raport mujor, javor, nuk e di se si e kanë. Por reagimin apo mos reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka një kokë. Mungesë e ambasadorit nuk ka një kokë. Në të gjitha momentet, unë mbaj mend edhe para se të vinte Yuri Kim, ka pas një intermezzo të shkurtër, ka qenë një ngarkuar me punë. Po. Dhe funksioni saj ka qenë shumë i kufizuar. Po. Dhe natyrisht që ambasada gjeti peshën edhe rolin e saj në hapësirën politike shqiptare vetëm me ardhjen e ambasadores. Dhe unë besoj që kjo mund të jetë dhe kjo është pengesa. Megjithatë, kam përshtypjen që administrata amerikane që me ardhjen e Donald Trumpit për herë dytë në presidencë nuk e kam pas si objektiv kryesor ruajtjen apo se thosh favorizimin e demokracisë edhe në këto vende që janë në kriza politike apo ku regjimet japin kanë premisa për të kthyer në apo transformuar regjime autoritare. Kret, një pyetje të fundit, nuk e di, domethënë mund zgjedhësh ti përgjigjesh ose jo, po si e vlerësove këtë, se ka hapur një debat të madh kjo konsullata e ambasadës serbe në Shkodër. Jam me shumë kritik, duke pas parasysh që fatkeqësisht ne shqiptarët jemi pak të prirur që të analizojmë aspektet simbolike të mënyrës se si faktor ndërkombëtar pozicionohen në territorin shqiptar. E kemi shumë të vështirë, ndofta regjimi komunist ka qenë shumë herë më i ndjeshëm, por regjimet post-demokratike janë, edhe regjimi i Zogut ka qenë shumë i ndjeshëm, por fatkeqësisht ky regjim demokratik i cili nuk e ka një lloj horizonti historik në kokë, nuk e di çfarë është e shkuara, nuk e di se si ta projektoj të shkuarën drejtardhmes, si të sillet me mënyrën se si veprojnë aktorë të huaj. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm tek konsullata, po me një sër aspektesh natyrës simbolike, të cilat i mbivendosen apo i imponohen shtetit shqiptar dhe për cilat shteti shqiptar nuk ka asnjë lloj përgjigje. Natyrisht që Shkodra simbolikisht është një lloj premtimi i pambajtur ose i pakryer, i synimeve të Malit Zi në luftën e parë ballkanike. Natyrisht që Shkodra ka qenë edhe një lloj simboli i tërheqjes së serbëve në vitin 1914-15 gjatë luftës parë botërore. Natyrisht ishte vendi në cilin serbët pas luftës parë botërore kërkonin ndërtonin varrezat ushtarake, të cilat nuk i arritën t'i bënin, po prap. Dhe është shumë interesante sepse në një nga debatet që kanë pas konsullata së kohë në Shkodër me qeverinë shqiptare, ishte justifikimi i ndërtimit varrezave me idenë që ata që kishin rënë në Shqipëri në 1912, jo në luftën e parë, kishin ardhur këtu për të çliruar Shqipërinë nga sundimi osman. Dhe e shoh me shumë dyshim, e shoh si një lojë të pisët që edhe Beogradi ofron diplomacisë shqiptare e cila është ose e paaft, ose totalisht e dizinteresuar dhe infantile në leximin e gjithë kësaj narrative, qoftë simbolike, qoftë edhe praktike. Sepse natyrisht që në Shkodër ajo konsullat do të ketë në një aktivitet shumë banal. Por
gjurma simbolike do t'jetë shumë e fortë. Dhe Shkodra mund të bëhet edhe një ai komuniteti vogël i Malizit mund të bëhet edhe një terren konflikti me Serbisë dhe Malizisë, kurse ka ndodhur me atë Maqedonë dhe me atë Bullgar me konfliktin mes Maqedonisë dhe Bullgarisë në Shqipëri, cilin edhe ato qeveria shqiptare nuk diti ta lexoj. Por ndoftë ai lloj konflikti edhe deri diku i shërbente, por ky sipër me nëse mund të krijohet mes Malizit dhe Serbisë për minoritetin, mund të jetë problematik për Shqipërinë. Krejt falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua politologu Melazim Koci nga Prishtina. Zoti Koci, kënaqësi që ju kam, si gjithmonë. Përshëndetje, Red, faleminderit për ftesën. Situata në lindjen e mesme është arsye pse të kam ftuar sot zoti Koci. Për herë të parë ka patur një zhvendosje strategjike në kuptimin e mënyrës se si deri tani është janë kryer, le të themi, është kryer kjo lufta midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Për herë të parë kemi një sulm nga ato sulme që konsiderohen se preemptive strikes nga ana e Iranit në këtë rast, sepse gjatë gjithë kohës Irani ka qenë ai që ka reaguar në raport me sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës apo Izraelit. Si po i lexon këto zhvillime? Tani, ajo që mendoj se është për tu potencuar në këtë moment ishte aksioni i pardjeshëm i Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite i përbashkët kundër milicisë shiite pro-iraniane në Irak. Ishte hera parë e një aksionit të përbashkët të Shteteve të Bashkuara me njërin nga aleatët në Gjirin Persik. Po, me Arabinë Saudite. Kjo sinjalizon një strategji të re, sinjalizon një qasje të re të Shteteve të Bashkuara në raport me aleatët në Gjirin Persik. Ka pasur droj në mesin e aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, nëse Shtetet e Bashkuara mund t'i mbrojnë në çdo çast dhe në çdo rast. Dhe kjo ka luhatur besimin e tyre të Shtetet e Bashkuara. Por ky sulm që është bërë parmbrëm ka ndryshuar, besoj unë, shumë çka atje dhe sinjalizon një çastje dhe strategji të re të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. Cila është ajo? Mendoj se nëse kësaj i shtohet edhe fuqizimi i Arabisë Saudite me potenciale bërthamore tash për tash civile, por që nuk përjashtohet më vonë edhe nukleare, do të thotë, mendoj se ka për qëllim krijimin e një baraspeshe në lindjen e mesme ndërmjet 4 fuqive, ndërmjet Izraelit, Arabisë Saudite, Turqisë dhe një Irani të nesërm me një regjim të demokratizuar. Sepse herët avon, unë jam i sigur që në Iran do të ketë ndryshim të regjimit dhe këtë e fuqizon edhe qëndrimi shumë i moderuar i Turqisë. Tash sa kohë, presidenti Trump lëvdron shumë rolin e shumë të moderuar të Erdoganit, e pohon botërisht që i ka kërkuar që të përmbahet, mos të ndërlikohet në luftën e Iranit dhe Erdogan i është përmbajtur kësaj kërkeset të Washingtonit. Mendoj që jemi rreth drejt një tentimi të Shteteve të Bashkuara për të krijuar baraspeshë ndërmjet Izraelit, Arabisë Saudite, Turqisë, por edhe Iranit, një Irani pro-amerikan, pas 6 muajsh, 6 vitesh, nuk di ta them. Dhe në këtë formë, Shtetet e Bashkuara do të arrinin që përmes këtyre 4 aleatëve, 3 të tashëm dhe një potencial, të dominojnë lindjen e mesme dhe pikën qendrore të asaj që në geopolitik quhet Rimland. Pra, që fillon nga Evropa perëndimore dhe lindore, kalon në mesdhe lindjen e mesme, në Azinë jugore dhe Azinë lindore. Fuqia që kontrollon këtë hapësirë, pra Rimland në geopolitik quhet kjo hapësirë, është superfuqi botërore, sepse kontrollon rrugët
rrugët ujore, detare, tregtare. Dhe unë mendoj që esenca e luftës në Iran, sidomos, por edhe në Ukrainë, por sidomos në Iran është kjo, do të thotë. Fuqizimi i këtyre 4 fuqive, kur e them këtë mund të tingëlloj e çuditshëm ta zëm kur këtu e fus Iranin, sepse janë në luftë. Por unë këtë e shpjegoj edhe me një fakt. Irani nuk është duke u bombarduar fuqishëm sepse kursehet nga Shtetet e Bashkuara, sepse e duan si aleat. Nuk e duan si kundërshtar. Nuk e duan si armik, e duan si aleat. Dhe nuk kanë përse ta shkatërrojnë, sepse antagonizojnë popullatën, krijojnë kohezion brenda popullatës iraniane kundër tyre, nëse do të bombardonin masovikisht. Dhe unë kështu i shpjegoj bombardimet bukur të moderuara të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Dhe mendoj që objektivi i tyre i fundit, qoftë me presione ekonomike, qoftë me bombardimet kufizume, qoftë me ndonjë ndërhyrje të kufizuar ushtarake me disa mijëra trupa të zëm në ishullin Karg, prej nga eksportohen 90% e naftës së Iranit, këto veprime i shoh si përpjekje e Amerikës jo për të shkatruar Iranin, por vetëm për të përmbysur regjimin, për ta dobësuar ekonomikisht, që të ketë ndryshime në Iran, të ketë rebelim të brendshëm, dhe që Irani gradualisht të shndrohet në aleat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës bashkë me Arabinë Saudite, Turqinë dhe Iranin, dhe këto 4 fuqi do të bënin një baraspesh, do të stabilizonin lindjen e mesme dhe si aleat të Shteteve të Bashkuara do ta bënin Amerikën forcën dominuese në atë pjesë të botës. Sfidë vështirë, turqit, hebrejt, arabët, persët. Është sfidë shumë e vështirë që tani duket më shumë iluzion duket, por jemi në rrafshin politik, ku interesat megjithatë janë në plan të parë. Dhe unë mendoj se ne një lindje mesme të dizajnuar në këtë formë do ta shohim pas disa vitesh. Ndërkohë, Netanyahu ka kryer sërish një vizitë tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka zgjatur 90 minuta. Çfarë mendon se është diskutuar dhe çfarë mendon se mund të prodhoj kjo vizitë, sa kohë që sa herë Netanyahu ka shkuar së fundmi atje në Washington, kemi parë më pas sulme dhe operacione luftarake në rajon. Tani këtu kemi një situatë paradoksale. Sondazhet e fundit në Izrael tregojnë që në zgjedhjet e 27 tetorit, favorit nuk është Netanyahu. Favorit është Gadi Eisenkort, që paradoksalisht është më ekstremist se Netanyahu. Është më ekstremist, ka humbur djalin, i ka vdekur djali dhe 2 nipër në luftimet në Gaza, por ky nuk është motivi vetëm i ekstremizmit të tij. Ai është për ballafaqim frontal me Iranin, kërkon që të luftohet Hezbollahu jo vetëm në kufinjet e Libanit, në pjesën jugore të Libanit ose në bregun perëndimor, por të ndiqet deri në Beirut dhe thash pak më parë, është për një konfrontim, ballafaqim total me Iranin. Është shumë më ekstremist se Netanyahu dhe aktualisht spaku në këtë çast prin bindshëm 9 pikë para Netanyahut. Unë mendoj se Netanyahu ka këtë hall në këtë çast. Prandaj një nga motivet mund të jetë ky i takimit me zotin Trump. Edhe Trump ka këtë hall gjithashtu, sepse edhe atje sondazhet e fundit tregojnë që në zgjedhjet e 3 nëntorit për dhomën përfaqësuese dhe Senatin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, favorit aktualisht janë demokratët. Nëse ndodh që të fitojnë demokratët, presidenti Trump në 2 vitet e mbetura do të ishte president me duar të lidhura dhe i kurzuar komplet nga Kongresi. Mendoj se këto janë hallet që kanë bashkuar në këtë çast presidentin Trump dhe kryeministrin Netanyahu. Duket se asnjërit, as tjetrit sondazhet nuk u shkojnë për shtathi. Pra ka qenë në vazhdën e një
takimi elektoral, po thoni, apo jo, zoti Koci? Nuk e përjashtoj mundësinë, sepse zgjedhjet në Izrael janë shumë afër janë edhe ato në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nëse do të jetësohet ky ndryshim, pra nëse Gadi Eisenkot fiton në zgjedhjet në Izrael, pra do të kemi një rrymë shumë radikale, po them paradoksalisht, sepse nuk është pritur kjo, është pritur që në Izrael të fitojë një rrymë tjetër, më pak radikale, se Netanyahu nuk i di shkaqet pse është në avantazh Gadi Eisenkot, dhe nëse gjithashtu demokratët fitojnë dhomën përfaqësuese dhe Kongresin, do të kemi dinamika krejtësisht tjera, dhe cilat të paralajmërojnë mundësinë që të kemi luftë, unë tani nuk e di nëse do të ndodhë ashtu siç thot Eisenkot, luftë frontale me Izraelin, por pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse besoj që demokratët nuk do të lejojnë Trumpin që të futet në një avanturë të tillë. Pra do të kemi një situatë tjetër, do të kemi një Izrael shumë agresiv, se deri tani, dhe një Amerikë më të moderuar dhe me një president që do të jetë i kurzuar nga Kongresi dhe nuk do të mund të bëjë çfarë të dojë dhe kur të dojë. Ndërkohë, një zhvillim tjetër po në Washington ka ndodhur, zoti Koci, lidhet me vizitën e Zelenskit në Shtëpinë e Bardhë, ku është konsideruar një ngjarje shumë e rëndësishme në kuptimin strategjik të gjës, dhënia e licencës për ndërtimin e raketave Patriot. Pra, si e vlerëson këtë në atë raportin e deritanishëm që Trump ka pasur me luftën në Ukrainë? Pra, si zhvillim në raport me luftën në Ukrainë? Tani, këta 2 muajt e fundit në Ukrainë ka ndodhur një ndryshim radikal. Ukraina aktualisht prind në botë, ka bërë revolucion sa i përket dronëve, teknologjisë të dronëve, normalisht mendimin e perëndimit, në cilët është inkorporuar brezi fundit i inteligjencës artificiale. Kjo bashkë me patriotët potencialisht do ta fuqizojnë shumë Ukrainën, dhe jo vetëm që Moska do ta ketë vështirë të vazhdojë këtë luftë, po nuk e përjashtoj mundësinë që edhe do të tërhiqen, që deri vonë është dukur diçka e pamundur. Tazë mbrëm kam lexuar një intervistë të pronarit të një kompanisë më të madhe në Ukrainë që prodhon dron, quhet Fairpoint, ndërkaq ajo është mbi emrin e tij është Tillerman. Ai thotë se Ukraina, krahas patriotëve në të ardhmen, shumë shpejt, jo më larg se në vjesht, do të disponojë dronët që i quhen FP1, dhe të cilët do të kenë goditje deri në 3400 kilometra, me peshë, që mund bartin peshë 60 kilogram. Dhe dronë tjerë FP2 me objektiv 700 km, por me 200 kg peshë. Nëse kjo realizohet, dhe unë besoj që ai është, për faktin që është një nga njerëzit kryesor në rreth dronëve, nuk besoj se e vë kredibilitetin e vet me deklarata jo serioze. Ai mbrëm tha që përndryshe, ta them edhe këtë, Ukraina prodhon brenda vitit 5 deri 6 milion dronë.